Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtëpia e Bardh pretendon se është arritur përparimi i jashtëzakonshëm në bisedimet për paqen në Ukrainë. Megjithatë, në deklaratën e zëdhënëses së shtëpisë së Bardh, Caroline Levy, thuhet se detaje delikate mbi planin e paqes në Ukrainë kërkojnë më shumë bisedime. Ka disa detaje delikate, por jo të pakapërcyeshme, që duhet të zgjidhen dhe të kërkojnë bisedime të mëtejshme midis Ukrainës, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tani një postim në rrjetet sociale zëdhënësia e shtëpisë së Bardh. Presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko është ofruar të organizojë bisedime paqe midis Rusisë dhe Ukrainës në Minsk. Propozimi i Lukashenkos erdhi gjatë një takimi në Bishkek të Kirgistanit me presidentin rus Vladimir Putin. Moska dhe Minsku, tha presidenti bielorus, kanë shumë çështje serioze për të diskutuar dhe të dyja palët kanë nevojë për konsultime përpara se të marrin vendime. Nëse dëshironi të ktheheni përsëri në Minsk, e dini se ne jemi gjithmonë të gatshëm, tha Lukashenko. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen renditi 5 prioritetet kryesore të Bashkimit Evropian për të ecur përpara mes bisedimeve të intensifikuara të paqes për t'i dhënë fund luftës Rusisë kundër Ukrainës. Gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian, ajo nënvizoi se partneriteti i parë është që çdo marrëveshje të sigurojë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Any agreement should deliver a just and lasting peace. And it should ensure real security for Ukraine and Europe. E dyta është mbështetja e sovranitetit të Ukrainës. E treta sigurimi i nevojave financiare të Ukrainës. I katërti është asgjë për Ukrainën pa Ukrainën, asgjë për Europën pa Europën dhe asgjë për NATO-n dhe pa NATO-n. Ndërsa prioriteti i fundit është kthimi çdo fëmijë e Ukrainës të rrëmbyer nga Rusia. Ministri Gjermani i Mbrojtjes Boris Pistorius paralajmëron për rrezikun e lëshimeve të detyruara territoriale të njanshme nga Ukraina në negociatat e vazhdueshme të paqes. Ukraina duhet të jetë gjithashtu në gjendje të mbrojë veten në të ardhmen, tha Pistorius në Bundestag gjatë një debati mbi buxhetin e mbrojtjes. Kjo kërkon një forcë të armatosur dhe garanci sigurie të forta dhe të besueshme, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha ai. Asgjë që ndikon në të ardhmen e shteteve europiane, NATO-s ose Bashkimit Evropian nuk duhet të negociohet, apelon ministri gjerman i mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes së Rumanisë, vend kufitar me Ukrainën, tha se do të blejë sisteme franceze të mbrojtjes ajrore Mistral në vlerën prej mbi 626 milionë eurosh. Blerja është pjesë e një marrëveshje të përbashkët prokurimi me disa shtete të tjera të Bashkimit Evropian për 231 sisteme të mbrojtjes ajrore Mistral dhe 934 raketa. Në marrëveshje përfshihen dhe trajnime, stimulatorë dhe logjistika. Në njoftimin e lëshuar nuk u specifikua se kur këto pajisje do të dërgohen në Rumani. Mbrojtja ajrore rumune aktualisht përfshin avion luftarak F-16, sisteme Patriot, lëshues raketash HIMARS të prodhuara nga Lockheed Martin, raketa me rrezet të shkurtër veprimi Kiron të Koresë së Jugut dhe armë kundër avionëve Gepard të prodhimit gjerman. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.